أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porositë që i marrim nga libri Riyadus Salihin i Imam Neveviut rahimahullahu taala, pas një ndërprerjes që zakonisht i ndalim mësimet për Ramazan, dhe vazhdojmë tani në muajin Shawal dhe muajt që vijojnë, për aq sa na ka dhënë Allahu jetë dhe mundësi që të mblidhemi në këto mezhlise pas sabahut, ku janë mezhlise të cilat shpalosim hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe marrim mësimet dhe porositë që dalin nga këto hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra jemi në librin Riyadus Salihin, libër të cilin e ka shkruar Imam Neveviu rahimahullahu taala, dhe sikur se kemi sqaruar disa herë në këto 15 vite që i mbajmë këto mësime të sabahut, ky libër, Allah i madhreshëm këtij librit i ka dhënë bereqet, për shkak se autori Imam Neveviu rahimahullahu taala, i cili ka jetuar një jetë të shkurt, relativisht të shkurt, por shumë të begatshme në prodhimtarinë e tij akademike. Dhe ky libër ka marrë jehonën në botën islame tash e sa vite, bile e kemi përmendur para disa viteve edhe si libër i përkthyer në gjuhët e huaja, në gjuhët jo arabe, ka marrë një jehonë shumë të madhe. Kretë kjo për dy arsye kryesore. E para, ajo që ne supozojmë dhe vlerësojmë për shkak të sinqeriteti që ka pasur Imam Neveviu rahimahullahu taala, dhe kjo është e dëshmuar për te. Dhe e dyta, për shkak se në këtë libër ka përmbledhur vetëm ajete nga Kurani fisnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ndonjë sqarim të dietarëve, titujt janë prodhim intelektual i tij, kurse baza e landës, argumentet kryesore janë ajete dhe hadithe. Edhe çdo herë një hoxh në jetën e tij që do të mbështetet në këto argumente fetare, edhe do të niset nga këto premisa, sigurisht se ai do të ketë bereqet në jetën e tij. Lutim Allahun e Madhëshëm që Allahu të na bën të këtillë inshallah taala. Nëse i kujtohet dikujt për neve, mezhlisi i fundit, unë edhe jo rastisht e publikova dje mësimin e fundit që kemi marrë para Ramazanit, mezhlisi i 6 në hadithin e 2, në kapitullin që flet për raportet mes pushtetarëve dhe qytetarëve. Kjo është me gjuhën e sotit. Po mes pushtetarëve dhe njerëzve të rëndomt në të gjitha rrethonat dhe kohrat, po sidomos aty ku qeveriset me ligjet e Zotit, me fjalët e Allahut madhreshëm dhe me porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jemi në hadithin e 2 në këtë kapitull, hadithin 654 me radhë, që nga fillimi i librit, ku Imam Neveviu rahimahullahu taala thot: Wa an Abi Ya'la Ma'qil ibn Yasar radiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة متفق عليه. وفي رواية للبخاري فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية لمسلم ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة.
Thot Ebu Ja'la Maqil ibn Yasari radiallahu anhu, kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë, se cilit njeri që Allahu i jep pushtet ndaj popullit të vet, e vdes ditën që vdes, duke qenë mashtrues apo tradhtar i tyre, Allahu ati do t'ja bën haram gjennetin. Këtë hadith e transmeton Buhariu dhe Muslimi në dy sahihat e tyre. Transmetimin e Imam Buhariu qëndron një shtesë e ai nuk e rrethakon atë popull me këshillat e tija, ai njeri nuk ka për ta nuhat aromën e xhennetit. Në transmetimin tjetër të Imam Muslimit qëndron secili i parë që merret me çështjet e muslimanëve, e pastaj nuk përpiqet për ta dhe nuk i këshillon ata, ai njeri nuk ka për të hyrë me ta në xhennet. Pra kjo është hadithi, të cilin Imam Neveviu rahimahullahu taala e ka sjellë në këtë kapitull, hadithi i dytë. Dhe na jemi ndal disa mexhlise, 6 mexhlise, kjo është mexhlisi i 7 në lidhje me këtë hadith. Pse? Sepse ndryshimi i gjendjes së një shoqërie është kompleks veprimesh, është rezultat i një kompleks veprimesh ku secili ka ndërveprim me tjetrin, edhe në këtë formë ndryshon gjendja. Do të nuk është kjo detyrë vetëm e pushtetarëve, por është detyrë edhe e shoqërisë. Sepse ne, sidomos të rrethonat tona, ne i sjellim pushtetarët mbi kokat tona. Dy forma. E para është forma pasive, duke e rrit imanin ton, devotshmërinë ton, ndershmërinë ton, sinqeritetin ton, kujdesin për halalin dhe haramin në jetën ton. Edhe dyta është aktive, duke vepruar konkretisht për ndryshimin e një gjendjes politike që gjendet në një vend. Edhe për aq sa na i përmbushim këta dy format veprimit, aq ka më ndryshuar edhe gjendja. Nëse rrim indiferent dhe pasiv gjithsesi, atëherë gjendja ka më vazhdu ashtu siç është pa ndryshu, pasi që është rregulli kuranor që na e kemi përmend disa herë edhe në këto mësime, ku Allah i madhëshëm thotë inna Allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Në surën Ra'd ajeti 11, Allahu i madhëshëm nuk e ndryshon gjendjen e një popullit derisa ata nuk e ndryshojnë veten e tyre. Do të ky ajet është pikënisja më e qartë e secilit musliman në ndryshimin e gjendjes së tij personale, po edhe gjendjes së tij kolektive. Ke ne është qelsi i ndryshimit. Ne jemi ata që e vendosim se çfarë jete do jetojmë në të ardhmen. E normalisht, kur e them këtë, e kemi sharuar në gjitha të mëzgjise se kjo nuk kupton edhe sakrificën, nuk kupton edhe vetmohimin, nuk kupton edhe flijimin, edhe priqen e komoditetit, e rahatisë, derisa, domethënë, në rrethonat caktuara, kërkon të japsh edhe jetën tonë për të ndryshuar gjendjen e shoqërisë. Normalisht ne si musliman synojmë që popullatat muslimane të jetojnë në hijen e udhëzimeve hyjnore, sepse aty është lumturia e vërtetë dhe jeta e lehtë. E kjo nuk ka mundësi me ndodhë nëse na nuk kontribuojmë, nuk përpiqemi, nuk angazhohemi, nuk veprojmë, dhe normalisht nuk sakrifikojmë. Për shembull, sot sabah me dalë në xhami, do të më prish rahat llokun. Aty në kravat është ngrohtë, je i mbluar me jorgan, edhe momentin që ti e mendon me dalë në xhami, me marr abdes, e me dalë në xhami, normalisht e prish komoditetin të rahatin tonë. Amma siç kanë thënë ulemat përpara, la tunalu rahati bir rahati. Rahatia nuk fitohet me rahati. Nëse dojmë me fitu rahati, duhet mu lodh paraprakisht. E kjo është filozofia e jetës. Edhe asaj materiale edhe asaj shpirtërore. Nëse dojmë me pas rahati në të ardhmen, duhesh mu lodh sot. Nëse do rahati sot, kemë me vujt nesër.
tash ti kime zgjedh. Ja vun tash e ratosh nesër, ja e zgjedh më ratu sot, ama kime vujt nesër. Të gjitha lemit e jetës. Të gjitha lemit e jetës. Në sport, nëse lodhesh në përgatitje, gëzohesh në fitore, në finish, në përfundim. Nuk lodhesh përgatitje, do të shqetësohesh në finale. Shqetësarish sukses. Krejt lemit e jetës është e njëjtë, edhe në aspektin fetar. Kush lodhet në dynjë, rahatot në ahiret. Kush rahatot në ahiret, ka mu lodh, kush nuk lodhet në dynjë, ka mu lodh në ahiret. E ta shti zgjedhje begjenis. Ishim na në mësimin e fundit duke sharu fjalët e Imam Ibn Hajerit rahimahullahu taala, i cili e shëron këtë hadith duke tregu detyrat e pushtetarit musliman, edhe e fillon kështu thotë, ky hadith është kërcënim shumë i ashpër për ata pushtetar zullumqar, pushtetar jo kompetent, pushtetar që kanë marrë pushtetin pa merit, pa të drejtë, të cilët nuk i përmbushin obligimet e tyre kërshi qytetarëve, kërshi popullatës. Edhe kjo gjendje domethënë ka lëviz në botë përgjithësi dhe të muslimanët në veçanti, historikisht herë ka e djathtë, herë ka e majtë, herë ka shku ka e mirë, herë ka shku ka e keqa. Edhe normalisht kjo është tregon urtësinë e madhe që kanë argumentet fetare. Larg pamësia që qëndron aty. Dhe për atë shkak ne muslimanat në të gjitha jetën tonë duhet të referohemi në argumentet fetare. Aty e kemi bereqetin e dijes dhe veprimit. Edhe kur i ke këto argumente fetare para vetes, ti e nënkupton se do ketë etapa kohore, periudha historike, ku shoqëritë njerëzore do të kenë pushtetar zullumqar, do të kenë pushtetar jo të mirë. Edhe andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kërcënuar që ata pushtetar që marrin përsipër pushtetin dhe nuk e japin hakin, ata s'kan me e nuhat aromën e xhenetit, ata kanë me pas haram me hinë xhenet. Ata s'kan me mujt me qenë me popullin e tyre në xhenet. Se s'mund është edhe me të dhënë mundësinë me qeveris, edhe me bo hajrë të madhë, edhe ti mos me shvizuat pushtet për me bo hajrë, po e shvizon për përfitime personale, klanore, grupore, edhe pastaj me apo qefin tjerve, e jo Zotit fillimisht, pastaj jo popullit tanë, po tjerve, krejtësisht forcave politike, ndërkombëtare si kurse është tash, a nuk e ki frikë nga Zoti, e as gajle se si do jetë gjendja e popullit tanë. Në këto rrethona ti duhesh më përgatit për një ndëshkim të dhëmshëm i cili e pret atë pushtetar. Kështu që ajo që ndodh shpesh herë fatkeqësisht të disa të ri, që vrapimi pas pushtetit për shkak benefiteve, përfitimeve materiale që t'i jep pushteti, sa është nxitës edhe inkurajues përfitimi material, aq do të më qenë kërcënues dhe fiksues pozita që do e kesh te Allahu i Madhëshëm nëse ti e merr pushtetin dhe nuk ja jep hakun atij. Ishim të pjesa felem jahuttuha binusihi, nuk e rrethakon atë shoqëri me këshillën e tij, do të thotë nëse një pushtetar raportin e tij me popullin e vet nuk e ndërton mbi parimin jo vetëm të sharimit të saktës dhe të gabuarës, të mirës dhe të keqës, të vërtetës dhe të kotës, se kjo është minimumi i detyrave dhe obligimeve që kemi. Po maksimumi është që na plus t'i këshillojmë ato që mes dy të mirave të dinë ta zgjedhin më të mirën. Dhe prej dy të këqijave të zgjedhin më pak të keqen. E kjo është këshill. Nuk është vetëm niveli i parë i sharimit të fakteve, argumenteve që ne bëjnë të qartë bardhë nga e zeza, sepse ajo fatmirësisht të një pjesë e madhe njerëzve është shumë e qartë. Por detyra e pushtetarit nga përvoja që ka, mekanizmet që i posedon,
diturin për detajet e qeverisjes, ai duhet me ofru popullit vetë, shoqërisë, ku ai qeveris, ku ai sundon, më të mirën e të mirave. Dhe ta mbron shoqërinë nga më e keqja e të këqijave, sepse ai ka këto ingerenca dhe i ka këto mundësi. Edhe kjo është detyra edhe hoxhallarëve njëjtë. Edhe andaj këtu edhe lind një problem te kompetencat edhe te niveli i përgjegjësive. Se letë është me thonë kjo është e bardhë, kjo është e zezë, kjo është halal, kjo është haram. Po ku kemi situatat të ndërlikuara mes dy halaleve, cila është më e rëndësishme, më prioritarja, më e arsyeshmeja, më e dobishme për mu, edhe rrethin ku jetoj unë, edhe kur jemi në situatë kur kemi dy të këqija para nesh, cilën të keqet të eliminojmë fillimisht për të mbrojtur nga keqja tjetër që është më e madhe se kjo. Në këto rrethona është shumë i rëndësishëm qëndrimi i hoxhës. Edhe kjo tregon dijen e tij të thellë aty, po edhe largpamësinë e tij. Mbas të kësaj duhet vlerësosur, sepse zakonisht na ballafoshim në situata kur një pjesë e hoxhallarëve kanë fuqinë dhe kanë mundësinë me tregu kjo është halal, kjo është haram. Tamam. Këtë e kuptuam. Pas saj kam situatë tjetër. Ku tani nuk është puna mes halal dhe haramit. Po janë shtyen halali me halalin, edhe haramin me haramin. A unë jam në ballafaqim me këtë situatë, si pozicionohem, si marrë vendimin. E fatkeqësisht, në kohërat ku jetojmë na, zakonisht kemi të bëjmë shumicën raste me kësi raste, mes dy halaleve, cili halal është më i prioritar, edhe mes dy harameve, cili haram është më i rrezikshëm. Sepse si kur se thotë Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala, aq sa më tepër njerëzit largohen nga burimi i fesë, aq më tepër përzihen damet dhe dobit. Edhe bëhet më e paqartë për besimtarët çka është dam i pastër dhe çka është dobi e pastër. Edhe në këto rrethona duhet mund për kushtim, angazhim për të kristalizuar pamjen edhe për të marrë vendimin e duhur. Tash të folëm shkoj menja, nëse keni pa zakonisht në Amerikë, pa nuk është e veçantë për Amerikën, ama ata që hulumtojnë arin për reka, lumej të ndryshëm, apo vende ku ka. Ai ka shumë lloç, edhe duhet me marrë atë lloçin me sit në formë caktuar, e ndoshta del në një grinc ari. Edhe gjendja e umetit islam përgjithësi dhe neve muslimanëve shqiptarë në veçanti, jemi në kësi lloj situatash, ku ti duhesh me ulumtu shumë për me gjetë një grimc ari dikun. Sepse keqja dhe imoraleja dhe ajo që është larg ose jashtë kufive të udhëzimeve fetare dominon. Edhe andaj të gjesh diçka pozitive dhe të mirë në këto rrethona nuk është lehtë, është vështirë. Edhe si ta gjejmë më të mirën, edhe si të mbrojmë nga më e keqja. Kjo është çështja dhe pyetjet e cila na imponohet shpeshherë edhe normalisht hoxhallarët jo të gjithë nuk kanë fuqinë edhe kompetencat edhe përgjegjësi për të dhënë përgjigjen e duhur, edhe kanë herë domethënë kërcimi me vendime të prera për situata dhe rrethona të komplikume nuk është përgjigje që ndihmon. Ndoshta e shton hutin më tepër se sa që e zgjidh problemin. Dhe andaj është përdorur këtu e rrethakon atë shoqëri me këshill. Do thotë një pushtetar i drejtë, një kujdestar i vërtet, i një xhamatit, i një grigje që ta krishterët shqiptarë përdorin fjalën grigj, se na se kena përdorur si shqiptarë, domethënë përgjithësi, i tufës dhëmve. Kjo fjala domethënë kujdesbari është përdorur në hadithet e pejgamberit, edhe kemi përmend në dersin e kaluar, kemi shëruar hadithin gjithë jeni çoban dhe gjithë do të keni përgjegjësi për tufën tuaj. Hoxha në xhamatin e vet, edhe pushtetarin pushtetin e vet, duhet me rrit nivelin e përgjegjësisë deri në kujdes për imsirat e ndodhive brenda xhamatit edhe brenda shoqërisë. Nëse Omer radiallahu anhu thoshte, duke qenë në Medinë,
Se nëse një atit, kalit, apo një bagëtije në Bagdad, i ze koma në thua, në kaldërmën e rrugëve të Bagdadit, kam frikë se unë kam përgjësi për atë që kam me ndodhë, të shka të flasim na për kur rezikot jetë e njerëzve, ose ardhmëria e fëmijëve të tëre. Përgjësia e kujtë është e se cilit që ka përgjësi, edhe ka pozit të përgjësis. Pushtetarit në aspektin politik edhe qeverisës, menaxhues, dhe djetarët, akademikët, hoxhallarët, se cilin përgjësit e veta, në fushën e orientimit intelektual të tyre, dhe pastaj biznesmenët në aspektin ekonomik e kështu me radhë. Edhe andaj nëse kanë thonë ulemat përpara se pushtetarët të ne muslimanët janë dy kategoritë e njerëzve, el umerau wal ulema, djetarët dhe pushtetarët, atëherë askush nuk amnestohet nga përgjegjësia e qeverisjes së drejtë dhe të mirë të një shoqërie. Pra qeverisja që ka dy pjesë. Një pjesë është orientimi intelektual, e tjetra është, do thotë, zbatimi praktik i ligjeve të shtetit. Edhe pse sot ka problem edhe ngecje në zhvillimet tona, për shkak se dy pjesë e qeverisjes stagnojnë edhe mungojnë. Mungojnë ose stagnojnë. Nëse janë me peripeci dhe vështirësi, po fatkeqësisht diku na mungojnë hiç. Edhe nëse e keni vërejt dhe këtë na kemi alarmuar shpeshherë, te pjesa që për shembull është më e papërfillshme te na, realisht është bazike, te pjesa e zhvillimit intelektual dhe kujdesit të ulemave në zhvillimin e gjendjes shoqërore, tu dekadenca, tu mos zhvillimi, këtu devimi është edhe më i madh. Për shembull neve zakonisht flasim për devimet politike të pushtetarëve, që se janë më dukshme, edhe mediat më shumë hudhin dritë mbi to. Ama devimi që ndodh në zhvillimin intelektual është edhe më i madh dhe është edhe më i rrezikshëm. Edhe fatkeqësisht aty ka errësira më të mëdha, paqartësia edhe më të mëdha, edhe këtu del pjesë e përgjegjësisë hoxhallarëve. Po edhe intelektualëve të tjerë gjithsesi, po flasun tash si hoxh për përgjegjësinë tonë që kemi na. Përgjegjësia është shumë e madhe në orientimin intelektual të një shoqërie. A pajtohet ai me atë konform zonën në cilën gjendet ai, apo ka shpirt luftarak i cili nuk e lën rahat as ditën as natën në kryerjen e detyrave dhe obligimeve të veta. Dje lexosha dy histori interesante, njëra lexova në mëngjes, njëra në mbrëmje, po ishin shumë domethënëse për mua personalisht. Lexosha biografin e hoxhës i cili me origjinë domethënë është algjerite, ka jetuar në Tunizi dhe në Egjipt, Muhammed Khidr Hussein, rahimahullahu taala. Dihet si një prej dietarëve të rëndësishëm në shekullin 19 dhe fillimin e shekullit 20, dhe që ka qenë një shtytës i madh për të bërë reforma brenda ulemave musliman, derisa arrin bëhet Shekull Azhari, domethënë imami më i madh në Azhar, që është një pozitë që zakonisht nuk i jepet atij që nuk është nga Egjipti, por puna e tij e ka bën. Çka e bën të madh këtë hoxh, do thotë e para fuqia e imanit të tij, sinqeriteti dhe fuqia intelektuale e tij, që atë me e nxit vazhdimisht me qenë në shërbim të Islamit. Edhe atje ku ka studiuar në Tunizi, në Universitetin Zejtuna, edhe jeta e tij në Siri, edhe jeta e tij në Egjipt. Pra në 1920 ai vendoset në Egjipt, edhe nuk ka as shtëpi e as punë për siguru kafshatën e gojës. Para mendoni, 1954 ai bëhet Shekull Azhari, mas 34 viteve. 1958, mas 4 viteve Shekull Azhar, e lën pozitën sepse ballafaqohet me një pushtetar zullumqar, Abdul Nasserin, i cili kërkon domethënë gjykatat fetare në atë kohë të përzimi gjykatat civile dhe kjo refuzon një gjë të tillë. Edhe lën pozitën. Paraprakisht në Tunizi, pse e braktis, sepse kolonizatorët francezë në Tunizi kërkojnë për këtij që të ndalë domethënë ligjërimin e tij fetar, edhe kundërshtar të okupimit, edhe e dënojnë me vdekje.
edhe ai largohet për ta shpëtuar veten e vet. Këta janë modelet edhe bashkëkohor të ulemave që duhet të jenë modele të freskëta në kujtesën e hoxhallarëve fillimisht, pas edhe xhamatit. Guximi për të ballafaqur me një realitet të hidhur dhe guximi për ta kundërshtuar atë realitet me dëshirë dhe tendencë për ta përmirësuar gjendjen. E tani shifni ai del ik prej Tunizis, shkon në Gjermani një vjet, pastaj kthehet në Sham, në Damask jeton disa vjet, pastaj vjen në Egjipt, jeton shumicën e fundit jetës së tij, edhe vdes, domethënë në Kairo, në Egjipt, me një jetë shumë modeste, ekonomike, shoqërore, sociale, mirë po me një jetë shumë të begatshme intelektuale dhe që arrin domethënë edhe pozita të larta akademike, sepse kur mlidhet komisioni i Azharit për t'i dhënë doktoraturën atij, edhe ballafaqohen me të thotë, s'kemi çka e testojmë na dhe e provojmë se që ka një det pa bregdet në dituritë e tija fetare. E pas japin titullin doktor shkencë, domethënë pastaj i jepet mundësia dhe më vao Shekull Azhari, që është rast i rrallë që një jo egjiptian më vao Shekull Azhar në atë kohë. Ama Allahu ngrit, kjo është shumë me rëndësi me kuptu. Unë si hoxha, ti si xhamat, na si besimtar, kushdo që punon me ngrit fjalën e Allahut. Kam dëshirë që këto rregulla të mëdha fetare të bëhen rregulla jete dhe të përfillen. Kush punon në shërbim të Islamit, kush punon për ta ngritur fjalën e Allahut, Allahu ka me ngrit atë njerëz, edhe në dunjë dhe në ahiret. Kjo është premisë, kjo është rregull që nuk ndryshon. Gjithë zhvillimin historik që nga Ademi alayhis salam deri sot, kështu ka ndodhur, kështu ka më ndodhur. Nuk ndryshon. Kush punon në shërbim të Islamit, në shërbim të ngritjes së fjalës së Zotit, Allahu ka me ngrit atë njerëz, në dunjë dhe në ahiret, gjallë dhe të vdekur. Ama nëse na përzihet në jetë, nëse aspirojmë përfitime materiale, komoditet, mirëqenie në këtë botë, duke i kundërshtuar rregullat dhe parimet, normalisht atëherë ka me të poshtë Allahu Subhanahu wa taala. Dhe shembulli i ditë ishte shembulli i Fuad Abdul Bakiut rahimahullahu taala, gjithashtu njëri prej ulemave të Egjiptit, i cili ka lënë pas vete disa libra monumentale të rëndësishme në zhvillimin e jetës akademike islame, që gjithë na xhallarët kemi përfituar prej tyre. Jeta e tij askete, edhe kujdesi i madh për kohën. Nuk dilte nga shtëpia e tij përveç se me fal namazin me xhamat, edhe ushqehe me ushqim të konservuar, për mos me marr kohën në përgatitjen e ushqimit, sepse i dhimbë se koha nëse i shkon jashta diturisë, mësimit, leximit dhe përpilimit. Edhe këto janë shembujt e njerëzve që na duhet mi promovu dhe me vazhdimit që janë ata modele për ne, jo ajo që fatkeqësisht sot e dominon mendjen e shumicës së besimtarëve, mos flas për jo besimtarët, modele që i ofrojnë domethënë shohat e ndryshme në për ekranet televizive, se s'po duam të përmend as emrat për me të deshta mi luftu kanë herë i promovojmë ato. Do veprat mund të mos janë mëkate ato, po janë aq të parëndësishme, aq pa vlera, saqë nuk ka nevojë njeri domethënë me të marr kohë e ti më mësu emrin e X-it edhe Y-it që merr pjesë me një dëfrim, aheng, organizim të parëndësishëm pa kur farë vlerë. Besoj që një pjesë e madhe jonë për shkak rrjeteve sociale janë të informuar për X-in dhe Y-in që merr pjesë ose ka më marr pjesë ose ka dalë pi atij shojit, edhe normalisht ta ka marrë një kohë të shtrenjtë jetës tonë dhe të rëndësishme një pjesë të madhe të mendjes tonë me gjëra banale, edhe shumë të parëndësishme. Nëse të kthehemi sqarimit që kanë dhënë ulemat, tani detyrat e pushtetarit që kanë përmendur ulemat në shekullin e 7 dhe 8 hijretit, para 700 vjetëve, si kanë konceptuar këto momentume të rëndësishme në raportin mes pushtetarëve dhe qytetarëve. Thot tradhtia dhe mashtrimi që pushtetarët ja kanë bë popullit, e cila shkakton pastaj ndëshkim me xhenem, ka ndodhur duke u agrabit pasurinë dhe duke dhënë gjakun e tyre. Njëjta ndodhin edhe sot. Pushtetarët sot çka bëjnë? E grabisin
pasurinë edhe personale edhe kolektive të një shoqërisë po ata qeverisin. Sepse e kemi shëruar këtë vazhdimisht, kush i përcjell zhvillimet politike të ne, seancat parlamentare, vendimet qeveritare, e kupton nga informatat që i ka prej burimeve të afërta, se shtytësi kryesor në këto procese, procesin e sjelljes së ligjeve, procesin e zbatimit të programit qeveritar, nuk ka të bën as pak me interesin e zhvillimit shtetit dhe shoqërisë, krejt ka të bën kush prej garniturës politike ka me marrë hisën kolaçin qeveritar. Këtë që është brenga kryesore. Ande dhe ligjet kur sillen në parlament për të analizuar, për të debatuar dhe për të sjell, askund nuk qëndron interesi kolektiv, interesi shtetëror. Aty mes rreshtave fshihet interesi personal, klanor, grupor i partive në pushtet. Edhe kjo fatkeqësisht është një kopje e cila përsëritet në shumë shtetet e botës, po këtu në Ballkan kisha marrë të drejtë me thonë, pa përjashtim gjitha shtetet e Ballkanit. Përjashto Kroacinë, domethënë që është pjesë e EU-s, këto që nuk janë EU është e njëjta kopje. Asnjë qeveri nuk vjen për me zhvillu shtetin edhe me janë letu jetën e shoqërisë ku qeverisë. Thjesht kush sa ka me grabit. Edhe andaj është detyrë e muslimanit devotshëm që të bën xhihad në ndryshimin e kësaj gjendje. Duke i pas parasysh këtë ato rrethona që e përmendëm pak më herët. Dhe e dyta, derdhja e gjakut, vrasja e njerëzve. Edhe këto shkojnë bashkë vëllezër. Në momentin që njerëzit verbrohen nga lakmia për të grumbulluar pasuri, ata janë gatshëm të bëjnë çmos, edhe për të vrarë, edhe për shkatun njerëz. Një prej modeleve që fatkeqësisht gjithë ishim na viktime asaj fushate ndërkombëtare botnore, është puna e pandemive. Aty, do thotë, e shefti shumë qartë lakmin e korporatave ndërkombëtare për të rritë, jo të përfituar pasur, për të rritë pasurinë e tyre, ata se kanë ngarë se mund të ofrojnë një ilaç pa testuar, pa i kaluar këtë fazat e testimit, si zgjidhje për një problem, edhe normalisht del Pfizeri për një kompani me disa miliarda në kompani me shumë miliarda kapital. Edhe se ka gati pse mundet për shembull pas pasoja brez pas brezi për asaj vakcine që u detyru shoqëria të vaksinohet me to. Kjo është për shembull që shumica prej nesh e kuptojnë se si veprim normal, i rëndomt edhe i mirëqen. Në qenë start duhet të pranoj se është, megjithëse aty ka shumë për të thonë. Si u folë domethënë kur u imponoi ke vaksinimin në atë kohë. E mos flasim domethënë për gjëra që janë që dami domethënë është më i sofistikuar ose më i mbulum. Edhe për këtë arsye do të lakmia për pasuri e humb fuqinë e humanizmit i njeri për me ndalë vetën edhe mos me derdhë gjakun e tjetrit. Edhe zakonisht në pushtetet diktatoriale dhe më jetë njëri s'ka vlerë. Edhe në momentin që del dikush e thot një këshill pushtetarit, do thot pushtetari nuk mendon asnjë zgjidhje tjetër përveç se mbytjes së tij. Edhe andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tu e pas parasysh Shifu subhanallahu ku kanë folë para 1400 viteve, s'ka qenë kaq e rëndë situata në gadishën arabik. Siç është sot, edhe siç ka qenë para disa shekujve, edhe siç ka mundësi me qenë të ardhmen. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, Sejidi shuhada Hamza, zotnia i dëshmorëve shahidëve është Hamza radiallahu anhu, dhe krahas tij bashkë me të është njeriu i cili ngritet ka qenë një pushtetar i zullumqar, e këshillon atë dhe ai e vret për këtë këshill. A kuptoni tani si nënkuptohet, si sqarohet gjendja e zhvillimit të shoqërisë? Pushtetarët kur lakmojnë pasurinë, jetë gjatësinë pushtet, ata çdo zë kundërshtar, opozitor, nuk gjejnë mekanizëm tjetër për ta zhduk, për ta zhvë përveç se eliminimit të tij, zhdukjes së tij, vrasjes së tij. Edhe andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
i inkurajon, i nxit besimtarët që të kenë guximin intelektual që të ballafaqohen me atë pushtetar zullumqar, e ta këshillojnë sepse rreziku nuk është më vetëm për te, edhe pushtetin e tij, por bëhet rreziku për gjithë shoqërinë, e ky këtë rast është një vetmohues, një flijues, një sakrifikues i vetes së tij për ta ndalë zullumin e këtij zullumqari dhe për të ofruar atë shkëndi që themi na xiz për ta dhënë situatën edhe për ta vetëdijsuar shoqërinë edhe për të ndryshuar gjendjen që ngjitet shoqëria. Këtë anketë do me thoni që i nënkuptojnë këto argumente fetare edhe këto sqarime të dietarëve, megjithëse neve po na ndodh që tash mësimi 7, neve ka 2 rreshta prej sqarimeve të dietarëve i kalojmë për me tregu se sa thellë, do thot jep sa kuptime të thella japin argumentet fetare dhe sa kanë fuqi ato me na ndihmu neve sot për me ndryshuar gjendjen tonë. Koha që kemi disponim na kaloj, na këtu do të ndalemi sot, që inshallah taala të vazhdojmë nesër aty ku kemi mbet me sqarimin e këtij hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke lutur Allahun që Allahu të na bëjë të dobishme dhe vepra të mira, të na jap sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si na ka bashkuar në këtë mezhlis për të mësuar këto hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allah i madhëshëm na bashkoft me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në Jannatul Firdaus. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.